Atere, Isa, në 4 bashki ka përfunduar, me sa ke përcjell pak më herët dhe mbetet vetëm në mos gaboj bashkia e Matit, ku vijon procesi numërimit, bashkinë të cilin ishte edhe më i lartë numri i atyre që zgjodhen të votonin apo jo. Si është situata me bashkitë e tjera? Po, Klodi, socialistët kanë betonizuar pushtetin në 4 bashki deri në këto momente dhe janë drejt rrugës së sigurt për të marrë edhe bashkinë e 5. Pra, socialistët janë fitues të padiskutueshëm të zgjedhjeve të pjesshme lokale me pothuajse në të gjitha bashkitë mbi 70%. Jemi në bashkinë e Vlorës, ku tani më ishte bashkia më e rëndësishme në këto zgjedhje dhe ka përfunduar procesi numërimit të votave, ku kandidatja e Partisë Socialiste Bruna Mersini ka fituar me 15.672 vota, ose 78.44%, një shifër e jashtëzakonshme, duhet theksuar, dhe për faktin se ka pasur një numër shumë të pakët votuesish. Dionis Sota, i mbështetur nga opozita, ka fituar vetëm 2.333 vota, ose 11%, dhe Gjergj Nika, gjithashtu i pavarur, ka fituar 1.975 vota, apo 9.88%. Pra, bashkia Vlorës qëndron tek socialistët, ndërkohë që në bashkinë Berat, gjithashtu socialistët kanë fituar me 83.35% të votave, ku kandidati Ervin Ceca ka marrë 13.050 vota dhe kandidati i pavarur, i mbështetur nga opozita Pavlo Shkarpa, ka fituar 2.607 vota, ose 16.65% për të kaluar në bashkinë Cërrik, ku kandidati i Partisë Socialiste Florence Doka ka marrë 6.201 vota, ose 66%, ndërkohë që kandidati Amarildo Hoxha, i mbështetur nga opozita, ka marrë 1.888 vota, 20.16%, dhe kandidati Eligert Hima i Lëvizjes Shqipëria Bëhet ka marrë 1.275 vota, ose 13.62%. Bashkia tjetër që ka përfunduar është bashkia e Tepelenës, ku gjithashtu socialistët kanë marrë 77% të votave me kandidatin Gamos Sako, ish kreu i Gardës Republikës, i cili ka marrë 3.261 vota, dhe kandidati Gabriel Guma ka marrë vetëm 928 vota, ose 22.15%, ndërkohë që në bashkinë Mat, aty ku është vetëm edhe një qendër votimi për të numëruar, pra pothuajse ka përfunduar procesi, socialistët kanë fituar 66.59%. Por nuk ndikon as pak në rezultat, apo jo, Isa? Jo, kjo është një, dhe mund të shitet nga shifra, pra Altin Bojni nga Partia Socialiste ka marrë 7.302 vota, 66%, ndjekur nga Eduard Brahilika, që ka marrë 3.116 vota, 28%, dhe Suzana Pasha, 527 vota, 4.29% të votave. Klodi, pra është shumë e qartë se kush janë fituesit e këtyre zgjedhjeve, janë socialistët, ku kanë mundur të fitojnë në pothuajse të gjitha bashkitë me mbi 70% të votave, ashtu siç në fakt edhe pritej, pavarësisht që nuk pritej ky rezultat mbi 70%, por sigurisht që pjesëmarrja edhe e ulët, siç mund të shikohet në këto grafika, pra Vlora ka vetëm 12% të pjesëmarrjes së të gjithë qytetarëve, janë shifra dramatike, duhet thënë, për sa i përket pjesëmarrjes, por gjithsesi Kodi zgjedhor në Shqipëri thotë se vetëm edhe nëse një qytetar voton, ajo votë përcakton fituesin e këtyre zgjedhjeve, dhe në të gjithë vendin kanë votuar vetëm 18.45% pra në të 5 bashkitë e vendit, ku tani më janë përcaktuar fituesit, dhe sigurisht kryetarët e rinj të këtyre bashkive që do të qeverisin vendin për një vit e gjys, përpara se të shkojmë në zgjedhjet normale vendore në të gjithë Republikën. A shpesh sa po bëhen, por a duken të parakoshme ato normale. Gjithsesi, Isa, ajo që duket ka lidhet, nëse mund të lexohet edhe politikisht, me një lloj dhënjeje të drejtë, nëse është përdorur ky argument patjetër nga ana e Partisë Demokratike dhe opozitës për të mos dalë në këtë garë e përfaqësuar drejt për drejt, por duke u dhënë mbështetje atyre të cilët zgjodhen të ishin të pavarur. Mund të lexohet edhe kështu? Klodi, në Shqipëri, për hir të së vërtetës, është shumë vështirë që të lexohet rezultati i zgjedhjeve, sepse
nëse Partia Demokratike mund të ketë qenë sigurisht në kuota shumë të ulta, ja këtë herë u bën gjithë opozita për të mbështetur kandidatët e pavarur dhe përsëri kemi një vot të jashtëzakonshme për kandidatët e partisë në pushtet. Ndaj është shumë e vështirë për të bërë këto kalkulimet se përse janë këto rezultate kur mbi 70% të votave i fiton gjithmonë partia në pushtet. Ndaj mbetemi tani më për të dëgjuar palët se çfarë kanë për të thënë dhe për të vazhduar normalisht me proceset e tjera elektorale në Shqipëri. A pati pretendime ditën e djeshme për sa i përket procesit Isa nga ana e kandidatëve të pavarur, por ndoshta edhe nga ana e kandidatëve të Partisë Socialiste, pse jo, mund të ketë ndonjë. Ka qenë një ndër proceset më të qeta për herë të vërtetës, që kur unë kam ndjekur proceset zgjedhore, nuk ka pasur pretendime as nga partitë e opozitës, as nga kandidatët. Sigurisht që ka pasur pretendime për ndonjë parregullsi shumë të vogël që nuk e vën fare në dyshim integritetin e zgjedhjeve dhe procesin zgjedhor. Klodi, por nuk ka pasur denoncime domethënëse të cilët mund të godasin në thelb procesin zgjedhor, por sigurisht duhet pritur gjatë ditës së sotme, mund të kemi deklarata qoftë nga partitë e opozitës, qoftë nga kandidatët e pavarur të cilët morën një tjetër goditje gjatë procesit zgjedhor të ditës së djeshme, pra kur nuk arritën dot të fitojnë mbi 20% të votave. Edhe një pyetje e fundit, Isa, se e di që ka qenë edhe e djeshme një ditë e ngarkuar, por ashtu edhe orët e vona të mbrëmjes. A mund të quhet si një lloj testi apo është egzagerim në kushtet kur është thuajse pamundur që në procese të tilla kushdo që qeveris bashki apo edhe institucionet të tjera është gati e pamundur për të kthyer, themin, në bastion të kundërt një bashki që prej kohësh është qeverisur, po themi brenda mandatit, jo historikisht, nga një parti dhe në zgjedhje të tilla të pjesme për shkak të arsyeve se ata janë shpallur tashmë kanë kandiduar dhe janë shpallur deputet kryetarë të bashkive, disa të dorëhequr e kështu me radhë. Mund të lexohet si një lloj testi apo është thjesht një rutinë që duhet kaluar dhe a priori patjetër që gjasat dhe probabiliteti ashtu si kundër po tregohet është që partia ose kandidati i partisë X që i përkishte bashkisë deri para 2 viteve do të konfirmohet po nga ajo sigël politike. Jo detyrimisht bastioni një partie politike duhet mbetet bastion gjatë gjithë jetës i asaj partie politike. Kemi shembullin konkret kemi shembullin konkret në Kosovë, për shembull, që u zhvilluan zgjedhjet dje dhe jam duke marrë vetëm një nga komunat atje, Mitrovica e Veriut, e cila deri tani ka qenë e Partisë Demokratike të Kosovës dhe mbrëmjen e djeshme fitoi lëvizja vetvendosi. Pra është parë gjithmonë si bastion i Partisë Demokratike të Kosovës dhe komunat të tjera të këtij lloji. Ndaj them se situata në Shqipëri është ndonjëherë e çuditshme në mënyrë politike se si zhvillohen garat ku pavarësisht që Bashkia e Vlorës për shembull Klodi ka pasur mjaft problematika vitet e fundit. Ne kemi parë të paktën 2 kryebashkiak socialist të fundit jetë gjatë duhet theksuar, Dritan Leli dhe Ermal Dreda, por edhe zoti Gjika po deshe përpara Dritan Lelit, pra që kanë pasur probleme të theksuara qoftë edhe me kryeministrin e vendit, kryesocialistin deri në përplasje të hapura mes tyre. Kemi institucione në Vlorë të cilët prej 5 vitesh nuk mund ta gjejnë një drejtor, siç është kadastra jetë gjatë, ku drejtorët atje ndrojnë një herë në 3 muaj duke dhënë dorëheqje. Ndaj këto rezultate, pra problematikat e Vlorës nuk reflektohen në ditën e votimeve në asnjë moment, në asnjë palë zgjedhje, as ato lokale dhe as qendrore. Ndaj them që është shumë e vështirë për tu lexuar rezultatin dhe këtë mund ta bëjnë më smirti ata që e kanë për detyrë për ta bërë një analizë të thelluar, siç është në këtë rast Partia e Opozitës. Me saktë. Isa, faleminderit për gjitha detajet që përcollën në këtë orë të parë të mëngjesit, që patjetër do kemi zhvillime edhe gjatë ditës punë të mbarë në vijim për ty. Faleminderit.